Familja Halimi nga fshati Breznice e Epërme e përbër prej 5 antarëve deri pak muaj më parë jetonte në një shtëpi të mjerueshme për banim. Falë solidaritetit të shumë njerëzve dhe ndihmës nga xhamia e Hamburgut dhe Legentalit në Zvicër dhe zotërisë Mohar Esatit, i cili ka qenë njëri ndër iniciatorët për grumbullimin e mjeteve materiale, sot kjo familje gëzon shtëpinë e re. Sot, solemnisht, ku ishin mbledhur bashkëfshatarët e tyre dhe shumë njerëz të vullnetit të mirë, i dorëzuan çelësat e shtëpisë zonjës së shtëpisë dhe fëmijëve të saj. Me këtë rast, Muharrem Abazi, njëri nga bashkëpunëtorët që ka ndërmarrë iniciativën për ndërtimin e kësaj shtëpie, u shpreh mjaft mirënjohës për gjithë ata që kontribuan në ndërtimin e kësaj shtëpie. Sot e kem ditë gëzimi këto, pasi që e dini se në çfarë gjendje kanë jetuar këto fëmijë. Kjo non, do të thotë kanë qenë kushtet shumë të vështira, fal donatorit i cili nga Zvicra, nga xhamia e Hamburgut dhe Langentalit, Muhammed Esati, do të thotë ja ka mundsuar tinve dhe bashkëtarët tanë, do të thotë ja kanë mundsuar që ta kenë një shtëpi të re. Në Zvicër, në xhaminë e Hamburgut dhe Langentalit janë mbledh 13.536 euro. Ndërsa fshatarët në Breznicë, si dhe banorët nga Kosova, si dhe nga disa fshatra të komunës së Bujanosit, janë mbledh 7.738 euro. I gjithë ky investim ka kushtuar rreth 21.254 euro, do të thotë i gjithë projekti ka kushtuar me 21.254 euro. Unë i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë ndërtimin e shtëpisë, edhe më vjen mirë që prap ka njerëz që japin, njerëz që janë human, dhe humaniteti koft gjithmonë, dhe inshallah prap, pasi që nuk është projekti i fundit që po kem fillu dhe e kem mbaru, do të thotë sot i kem 2 gëzime. Gëzimi i parë është që këto fëmijë hinë në këtë shtëpi, ndërsa gëzimi i dytë është që sot vëllohet gurthemeli i shtëpisë së Skënderit. Zonja Mexhide i falenderoi përzemërsisht të gjithë ata që ndihmuan për zgjidhjen e problemit të saj, e cila për të ishte një brengë e madhe për gjithë jetën. Jam tepër e gëzueshme, i përshëndes krejt, kush ka marrë pjesë, edhe ata krejt. Janë shumë njerëz që kanë kontribuar në kësaj shtëpie. Ka dhe këtu të fshatit tonë dhe këta i përshëndes shumë, se shumë kanë punu për shtëpinë, për fëmijën e me, edhe juve ju faleminderoj krejt. Unë i faleminderoj 2 xhamia në Zvicër, ata të Hamburgut dhe të Legentalit. Dhe Axhen Muhammed, Zoti ju loft, të gjithat ata që kanë kontribuar. Fal njerëzve human të fshatit Breznicë, kjo nuk është shtëpia vetme që ka ndërmarrë këta njerëz për t'i dalur në ndihmë të tjerëve, por së shpejti do të jetë dhe një familje tjetër e cila do të gëzojë shtëpinë e re.